Shikues nderuar, mirë mbrëma. Vretet edhe vetë insertët më treguan se sonte invazion. Fare gjimë se ka lek kër është pyetje futbolli apo volejbolistët edhe kështu me radhë. Mirë po sonte na ka rrethuar këtu në studio Karate klubi Rinia. Prandaj edhe në kuadër të këtij emisioni sportiv do t'ju prezantojmë këtë klub të Karate klubit të Rinia Kërçovës. Karate klub me vërtet i suksesshëm. Prandaj jo edhe rastisht në studion tonë kemi ftuar kryetrajnerin zotëri Xhavit Mehmetin dhe anëtarët e këtij klubi, shkakuar se në kryeqendrën e Maqedonisë para disa ditësh u zhvilluan garat europiane për junior dhe kadet. Parallelisht me këte, u zhvilluan edhe garat republikane në karate, edhe atë ku morën pjesë dhe karate klubi Rinia, e udhëheqën nga kryetrajneri i spikator, i paljohshëm, zotëri Xhavit Mehmeti. Prandaj, jo vetëm zotëri Xhavit, po dhe antarëve të klubit ju dëshiroj një mirëseardhje në studion tonë. Mirë mbrëma. Dhe Xhavit, gjava që lam pas ishte e bueshme dhe me suksese shumë, e sidomos për klubin e juaj. Sigurisht ju do të na dhe neve këtu në studio, ikosisht edhe ato të cilët do ta përcjellin, do të na shoqërojnë tani se deri ku keni arritur me rezultatet, çfarë vendet zun antarët e juaj dhe ashtu me radhë. Mirë mbrëma dhe ju faleminderim për ftesën që na e bët, që ta njoftojmë opinionin e Kërçovës për suksesin e Karate klubit Rinia. Me 14 të 11 të këtij muaji, faktikisht të shtunën, mbajtën paralelisht dy ngara, të cilën e favorizuan në Republikën e Maqedonisë në tërë Evropën, edhe me sukseset që i arriti karateja në Maqedoni, tregojnë se karate në Maqedoni shkon me një hap shumë përpara. Karate klubin e përfaqësuan 7 garus. Në karate ngarat tradicionale e përfaqësoi Nezhbi Dervishi, ku me sukses e su vendin e dytë. Paralelisht me ngarat që mbajtën europiane në karate tradicionale, u mbajtën e ngarat republikane, ku morën pjesë 7 garus të karate klubit të Rinia. Në këta ngare republikane, po ashtu me sukses e përfaqësuan karate klubit të antarët, të cilit në konkurrencë jashtëzakonisht madhe, Nezhbi Dervishi në kata, e zori vendin e dytë, do me thënë medaljen e argjend, kurse Liri Don Nuretini në kategorinë prej 12 deri në 14 vjet në luftë, e zori vendin e tretë. Faktikisht do të jetë i pari, por prej referve u diskvalifikuar mbasi kishte një ramje më të fortë, të cilët në karate është ndaluar. Dhe Berhan Mehmeti në kata e zori vendin e tretë. Ky ishte suksesi i të shtunën. Po, që java që kaloi dhe garat paralele që u mbajtën në karate në kryeqendrën në Shkup, ku edhe ju morët pjesë. Tani ose do të shkojmë që nga para se të shkojmë nga formimi i klubit, antarët e klubit dhe ashtu me radhë, sikur kishin dëshirë ne edhe opinioni, sigurisht ata që na shohin, ju t'i prezentoni ikosisht apo unë si të duni dhe nga dalë edhe vetë ato të na prezentohen kush janë emrin dhe mbiemrin, nga vijnë dhe ashtu me radhë. Por unë mendoj se më mirë vetë të prezentohen. Kisha filluar nga kjo voglush. A mund të prezentohen, mund ta tregoni kush Po, të ftar kush je si katë. Luleta Kadrio. Po. Nga Kërçova? Po. Ashtu prej kur merreni me karate, kur keni filluar të stërvitni? Ka 1 muaj. 1 muaj, ashtu shumë bukur. Si u shkon shkolla? Ca klasë jeni? E dyta. E dyta. Keni sukses të shkëlqyeshëm apo? Po. Shumë bukur. A shkon bashkërisht, do na thonë se mund bashkërisht të shkojnë edhe sporti edhe shkolla. Faleminderit jeta, vajzë bukur. Do të ndërhyj pak tani, do të tregojmë për Luletën se ka ardhur prej Alaske. Po. Atje është e lindme, po, në Alaskë.
dhe ta shtu jetojnë me shkollën, janë në shkollën fillore Sande Serioski dhe janë është një ndër vajzat më të sjellshme në shkollat. Sigurisht, bravos. Vazhdojmë atë tje. Urnani prezentoj. Bardhuqe Sadiku, jam viti i parë, jam antare e karate klubit të Rinia, kam breztëzi ditën e parë, edhe shkollë kam sukses edhe në karate. Shkojnë në ushtrime sigurisht. Deri tani, keri në Shkup patët sukses, ishët në gara, garuat ju, apo? Po, kish një sukses, Po sigurisht fatin tjetër. Dhe vërtet konkurenca shumë e madhe, rivalet janë pak, ndoshta pak më të fortë dhe ashtu me radhë. Vazhdojmë. Kur është ke Bardhuqe Sadiku, duhet ta cekim se në Maqedoni konkurenca e femrave është jashtëzakonisht e madhe, por dominojnë shqiptarët. Karate klubi Teuta nga Kumanova, të cilat krejt femrat e karate klubi Teuta i zanë në këtë kategoria prej vitit të klasës 8, moshës 8 vjeçare deri edhe më lart. Në atë kategori të suksesave ndërhyn edhe Bardhuqe Sadiku, si dhe Shukri Arifi, e cila tash ka vazhduar shkollën në Tetov edhe do të vazhdojnë me ushtrime në karate klubin Shkëndija. Sigurisht se në ndëgjojnë edhe në shofin shumë vajza dhe ato nga klasa e parë, sigurisht në moshën më të hershme të rinisë, edhe ato do t'i reken punës me sport, jo vetëm karate, do shkojmë handball, basketball, ashtu me radhë. Tani, po, Burhan, ma mund të prezentoheni tani ju. Unë jam Burhan Mehmeti, jam klasa e 6 dhe jam nxënësi shumë mirë. Shumë mira, mëson në shkollën fillore Sande Serioski. Tha kryetrajneri i skuadrës juaj për ekipit juaj se ju keni marrë vendin e tretë, me të vërtet vend jashtëzakonisht i lakmëshëm që ka çdo njeri dëshirë. Si kaluat, mund të na ndihmoni kryetrajneri pak. Por Burhan Mehmeti duhet të cekim se deri tani ka fituar, mund të cekim këto një medaljet e Burhanit. Ka marrë pjesë në ngarat republikane, ngarat europiane, ka qenë garus edhe në kampionatin e parë olimpik në Moskë, ku ka hyrë ndër 12 më të mirë garus. Tash në ngarat që mbajtën republikane në Shkup, po ashtu në konkurrencë shumë zakonisht të fortë, zumë vendin e tretë. Duhet të shtrim pak më shumë, të jetë pa lodhshëm, por njëkohësisht duhet të vazhdojnë edhe me shkollimin. Parallelisht, po se shkolla dhe sporti shkojnë bashkë. Vazhdojmë të prezantojmë kandidatin tjetër, Urnani, prezantoheni. Qam Blishdon Nuretini, jam nxënës i klasës 8, pra shkollës fillore Sande Serioski. Jam antar i klubit karates klubi Rinia. Si shkon puna me stërvitjet, sa herë stërvitni, a jeni të rregull në stërvitje dhe ashtu me radhë? Po, në trening kemi 3 herë në javët, shkon. Stërvitju ku i bani stërvitit? Ku stërvit? Gjavit Mehmeti është trajneri jonë. Po? Te Salla janë që të gjavit? Apo në Sande Serioski. Në shkollën fillore të Salla? Fillore Sande Serioski. Po, Salla e fiskulturës sigurisht. Jo, janë shkollë fillore, aty edhe ka edhe sallën e vete. 3 herë në javë të majnë ushtrimet, 2 herë në javë të majnë me të krejt, dhe një ditë është e rezervuar vetëm për ata garusët që marrin pjesë në gara. Antar të mirë, garus të mirë, dhe gati çdo herë, çdo vit po na sjellën Kërçov medalje edhe për jashtë. Një ndër garusit më të suksesshëm në të Kërçovës është Visar Halimi, i cili çdo herë në garat ndërkombëtare, sidomos në Rusi, ka prunë medalje të arta, të argjenta. Në përhapat e atij tash ka vazhduar edhe Nezhbi Dervishi, Burhan Mehmeti, Liridoni dhe të tjerit. Për të arrit medalje në garat ndërkombëtare, vetë garusi duhet të ndajnë diçka prej arktimit të tij, se fëmijët tjerët që nuk mirën me sport, ose nuk janë nxënës të shkëlqyeshëm, ata rrinë nëpër rrugët, nëpër kafehanët, nëpër kushte tjera. Kurse ai, i cili është nxënës i shkëlqyeshëm, por është edhe një ndër sportistët më të mirë, ai duhet në çdo kohë të ndajnë ka 2 orë, ka 3 orë, që të ketë sukses. Nxënës i cili nuk mëson 2 orë, 3 orë, 4 orë
nuk mund lindas e mirë. Edhe te sporti është e njëjta. Nëse ai 5 herë në javë nuk ushtron ka 2 orë, nuk mund të ketë sukses. Antarët e mi ushtrojnë çdo herë me vullnet të madh edhe ka sukses. Zëgjevita do të pajtoni të këthemi ma të mushuar, për shumë të bardhushet, po, mirë, bardhushet, po, pas të një zbët të individuali. A kanë mundësi të rrëfjen, të tregojnë diçka që u kanë ndodhur diçka në karate, gjatë garave që i bëni, qofshin vertikane, qofshin për shembull ndërkombëtare, po, që keni marrë pjesë, disa herë, a keni që të tregoj disa raste për shembull, ku nuk je i kënaqur, kur të bëhet diçka e pa drejtë, po? Ashtu lirisht para shikuesve natyraj bardhushe, a ke ndonjë mund, a ke Në Kavadar. kujtohet apo disa fjalë, si ta tregosh nga dalë. Sigurisht disa herë ndodh edhe sportistët edhe lotët i shpërthejnë nga padrejtësia, disa herë lotët shpërthejnë nga ajo që mendon në përgjithësi se ke pas mundësi, më tepër s'ke ushtru dhe gati e ke pas ndorë për shembull atë medaljen, të ka ikur medalje artë edhe ashtu me radhë. Në Kavadar në gara, në vitin 1998, ishim atje në gara dhe unë atë vajzën ajo ishte Macedone, ishte ta fitoj, por ajo u bërë sikur u smu dhe pikoj dhe mjekët mu më kvalifikun. Diskvalifikuan, po. Edhe pastaj vajza një lloj bënte edhe të tjerit. Dhe pastaj kur e panë se çfarë bën, e ndërprenat, por unë prap mbeta pa medalje. Ishte rrëfimi i bukur, po ajo që tregon shumë bukur, domethënë se edhe në karate paska marifet, ashtu? Leshbi, atë kujtohet, sigurisht. Ose kënaqësia më e madhe kur ke pas fitoren ose humbi. Si e ke përjetu për shembull vendin e parë, vendin e dytë. Garat evropiane në Shkup si janë mbajt. Po si janë mbajt, a ke mundësi? Po ngarat evropiane që mbajt në Shkup, aty zura vendi e dytë, pastaj në luftë kur dola, ishte një garuz nga klubi i Tetovës, nga e humba dhe theva dorë. Ja, në tregoj. Si erdhi deri te ajo, pa kujdesi. Ajo është më kryesore për shembull. Po ose ai i kaloi normat. Jo. Ose në përgjithësi nuk ishe i përgatitur. Është bëra pastrimit. Po, ai shkova në Ramja, ai bori pastrim se pastaj unë pikova atë. I dhënë ju kujtohet ndonjë rast për shembull. Unë nuk mund të veçoj ndonjë rast kur kanë qenë, por më kujtohet kur referet ndonjëherë ka qenë po jeni ta marr unë, por ata nuk ma kanë dhënë, kanë vepruar për ndryshe, për antarët e tyre. Dhe prandaj formohet një revolt. Te garusi këtë njeri. Për shembull, me po kjo duhet juve të largojnë ose në përgjithësi, duhet pendoheni, ose pse e merreni me karate, s'është e vërtetë. Është e vërtetë, s'është e vërtetë. Ju duhet të shkoni përpara. Zëgjevita, ju thatë se kretë ushtrimet i kryin në Sande Shterioske, në shkollën fillore, a janë të rregullt nuk më të si është edukshmëria. Sigurisht për Davi, pësoj, duhet jetë i cilënuar dhe të vi në rregull në ushtrime. Në karate klubin në Rinia, përveç nxënësit që i kam të qytetit, i kam edhe për fshatit Greshnis, për fshatit Zajas, dhe tjera fshatna. Ata vinë 2 herë në javët me taksi, marrin taksi të bashkuar, dhe vinë çdo herë në rregullt në ushtrime, dhe përsëri me taksi kthehen në shtëpi. Nxënët të cilët nuk janë të rregullt, nuk mundet të ketë sukses. Unë më tash i kënaqur me antarët e mi. Nëse e bën të kundërtën, atëherë ai e ka gabu profesionin. A mendoni ju si tha zoti Xhaviti? Po vardhos. Po. Ju dish. Po. Domethënë ju të tjerë. Domethënë se sporti në përgjithësi duhet të përfaqësoj shëndetin, ashtu shkallësit, dhe ashtu me radhë, tërsa ajo, se unë në fillim të emisionit, e fillova emisionin se me të vërtet vështirë dhe ta kemë sonde. Mirë po si do të qoftë,
Të shikues nderuar, kalova bukur. Shikues nderuar, ju falenderoj juve që na përcollët gati një orë. Ju falenderoj të gjithëve që edhe juve që uftuat, që erdhët, që zmadhuat faktikisht këtë emision, posaçërisht zotit Xhavidit dhe antarëve të klubit. Ndërsa juve, të shikues nderuar, ju bëj me dije se ditën e shtunë Radio Televizioni Uskana do të bëj regjistrimin e takimit me vërtet interesante edhe atë në kuadër të vitës së dytë të mashonisë, të dy skuadrave të cilët pretendojnë për vendin e parë, ekipit të 8X-it dhe të Napredogut këtu në Kërçov, fillimi është në rast 13. Ndërsa nuk do ta lëm, do të thënë se pas dore edhe regjistrimin e takimit të Zajasit, i cili takimin e vet e zhvillon në stadiumin e klubit futbollistik Bashkimi. Juve mbetet, pasi njoftova, sepse pasojnë edhe ndeshjet e tjera, të dëshiroj sukses edhe njerë në Xhbiut, Spiridonit dhe të tjerëve, që të vazhdoni edhe në një formë të merreni me sport dhe një natë të mirë. Miropafshim të shikues.